Në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës u zhvillua ceremonia e prezantimit të projektit dhe nisjes së ekspeditës së parë kulturore për mbledhjen e legjendave dhe baladave nga banorët që kanë jetuar brez pas brezi përgjatë brigjeve të Vjosës. Për t'ju përgjigjur këtij rreziku, Qendra Kulturore Mediatike Antigonea në kuadër të projektit Kultur AL të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në partneritet me Qendrën Artivista, ka nisur zbatimin e projektit Legjendat dhe Baladat e Vjosës. Takimin e çeli drejtuesi i Qendrës Kulturore Mediatike Antigonea, Angjelush Seriani, i cili theksoi se pas shpalljes park kombëtar, Vjosa ka fituar një vëmendje të veçantë për vlerat e saj natyrore. Risitë e këtij projekti janë se do të organizohen një varg ekspeditash në të gjithë gjatësinë e lumit, në qendra të banuara, për të marrë në mënyrë të drejtë për drejtë nga banorët vlerat më të mira të trashëgimisë kulturore. Këtu kemi një risi tjetër që gërshetohet më mirë dhe alternohet vlera e natyrës me vlerat e trashëgimisë kulturore. Nga ana tjetër, ne do të përfshijmë në këto ekspedita një numër të madh edhe ekspertësh të trashëgimisë, po edhe një grup prej 10 të rinj, të cilët jo vetëm që do të marrin pjesë direkt në këto ekspedita, por do të jenë dhe ata që do të seleksionojnë gjithë materialin për të nxjerrë produktin final, që është një udhërrëfyes ose një guid e cila do të vihet menjëherë në shërbim të zyrës së administrimit të parkut të Vjosës. Nga ana tjetër, do të kemi edhe një bashkëpunim edhe për aspektet të tjera që kanë të bëjnë me kulturën në këtë rajon. Ndërsa drejtoresha e zyrës së administrimit të parkut kombëtar Lumi i Vjosës, Eduina Guga, theksoi në këtë prezantim se projekti sjell dy risi të rëndësishme: përfshirjen në aktivitete të rinjve në ruajtjen e trashëgimisë dhe ndërthurjen e vlerave natyrore me ato kulturore, duke krijuar një bazë të qëndrueshme arkivore dhe materiale promovuese për zhvillimin e turizmit. Me këto projekte që janë në shërbim të komunitetit, ne jemi munduar që të sjellim dhe projekte kulturore, sikurse është ky sotmi, bëhet fjalë për legjendat dhe baladat përgjatë parkut kombëtar Lumi i Vjosa, sepse ne dimë që parku kombëtar nuk është krijuar gjatë 3 viteve të fundit, por jetëgjatësia e tij është shumë e gjatë dhe atje mbarten histori, mbartet kulturë, mbartet trashëgimi e brez pas brezi. Për ne është shumë e rëndësishme që këto lloj vlerash kulturore fillimisht të identifikojmë, të dokumentojmë dhe pastaj të na shërbejnë edhe për t'i përcjellë tek brezat që vinë, për t'i krijuar atyre një lidhje më të fortë me identitetin lokal, e pse jo, ato mund të na shërbejnë edhe si produkte turistike. Që do me thënë vizitorët që vinë këtu mund të marrin nga vlerat kulturore tona, përveç peizazheve dhe pasurive të tjera që ka parku kombëtar Lumi i Vjosa. Gjatë këtij aktiviteti u nënshkrua edhe marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Qendrës Kulturore Mediatike Antigonea dhe zyrës së administrimit të parkut kombëtar Lumi i Vjosës. Ekspedita kulturore do të përshkojë bashkitë Përmet, Këlcyr, Tepelen, Memalia, Gjirokastër dhe Fier. Gjatë saj do të dokumentohen traditat gojore të komuniteteve vendore, ndërsa një grup prej 10 të rinj do të trajnohen si gazetar të së ardhmes dhe do të marrin pjesë drejt për drejt në procesin e kërkimit dhe dokumentimit. Rezultatet kryesore të projektit do të jenë krijimi një arkive të qëndrueshme të trashëgimisë gojore të Vjosës, botimi i guidës Legjendat dhe Baladat e Vjosës, si dhe promovimi i saj pranë institucioneve, komuniteteve dhe operatorëve turistik. Projekti synon të kontribuojë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, forcimin e identitetit lokal dhe pasurimin e ofertës së turizmit kulturor në luginën e Vjosës.